Kështu që çfarë duhet të them unë? Jemi vendi që një nga arsyet pse po ecim aq shpejt me Bashkimin Evropian është akshi. Sepse kemi ndërtuar me diellën, me inteligjencën artificiale, një sistem transferimi të legjislacionit evropian në legjislacionin shqiptar me përkthim, me adoptim me të gjitha, që bën në një kohë shumë të shkurtër atë që Kroacisë ju desh 7 vjet ta bënte dhe Kroacia shkëlqeu, se e bënte me ushtri përkthyesishe, me ushtri juristësh. S'kemi nevojë fare për këtë ushtri. Kemi bërë rishikimin dhe po vazhdojmë të gjithë legjislacionin shqiptar për të parë gjithë mbivendoset që torturojnë njerëzit se çat jep një ligj, sta jep një ligj tjetër, çat jep një vendim i qeverisë sot, sta jep një vendim tjetër i para 20 vjetëve, çat jep një ligj para 20 vjetëve, sta jep një i para 50 vjetëve. Se ka dhe ligje para 50 vjetëve që janë fuqi, e dini ju këtë? Kështu që edhe këtë e bën akshi. Dhe kam plot të tjera për të thënë. Pse rriten të ardhurat pa rritur taksat? Sepse rritet ekonomia. Se po mos rritet ekonomia, nuk do rriteshin të ardhurat. Por edhe sepse rritet mirë administrimi. Po e dini ju çfarë ka te mirë administrimi? Është akshi. Dhe kur them akshi, është një skuadër që merret me inteligjencën artificiale që janë gjeni. Dhe në tatime sot shkoni shikoni se si punohet kundër evazionit dhe përritjen e transparencës së transaksioneve me inteligjencë artificiale. Dhe është vetëm fillimi. Dhe e fundit, skuadra e akshit nuk i publikon, po ka një sër garash të fituara brenda NATO-s dhe brenda BE-s, që bëjnë gara me këto institucionet e infrastrukturës digjitale. Dhe që simulojnë sulme kibernetike, simulojnë këtë e simulojnë atë. Kështu që nëse Banka Botërore, jo para 100 vjetësh, para pak kohë, e renditi Shqipërinë në vendin e 14 nga 197 vendet botës për maturitetin e qeverisjes digjitale. Duke kaluar nga vendi 68 që ishim 2022, ky është akshi. S'është Ministria e Bujqësisë. Nëse OECD-ja bashkë me Sigmën thonë Shqipëria është lider rajonal i pa diskutueshëm në gjithë Ballkanin, ky është akshi. Nëse Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim e konsideron me progres të fortë Shqipërinë në administratë dhe shërbime publike, një rol të madh këtu ka akshi. Kështu që rrini, prisni, se shumë shpejt, besoj janar shkurt, do të dalim me e-Albanian 2.0, fal akshit. Dhe do ketë shumë gjëra të reja në atë sistem për shqiptarët. Prandaj shqiptarët votojnë Partinë Socialiste. E votojnë shqiptarët Partinë Socialiste, nuk e votojnë as patronazhistët, as bandat, as patronazhistët nuk diskutohet, ata janë Partia Socialiste, sa janë. E votojnë shqiptarët. Prandaj shqiptarët jashtë e votojnë masivisht Partinë Socialiste, sepse nuk gëdhien me buzën në tenxheret politike dhe mediatike dhe nuk flen me zhurmën e tenxhereve në vesh. Natyrisht ju shloj e bët tu. Kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prap. Të tjerat, se cili bën punë e vetë. Shiu ka punë e vetë, ne kemi punën tonë, thoshte Loro Boriçi. Dhe sa pika shiu ka këtu, se cila pik bën punën e vetë. Deri 2029 me qeverinë
e Partisë Socialiste me 83 mandate në parlament. Zoti Kryeministër, për të rikthyer tek krenaria e qeverisjes suaj, integrimi europian, pritet që në 6 muajt e parë të 2026 të nisë mbyllja e grup kapitujve dhe a do t'jetë sfidë për institucionet tona çështja e pronës, për shembull, apo çështje të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore? Faleminderit për pyetjen. Për sa i përket çështjes së pronës, përfitoj nga rasti të them që ky vit ka qenë një vit realisht i suksesshëm në raport me objektivat në të gjitha drejtimet. Se ndryshe nuk do kishim hapur gjitha ato kapituj dhe nuk do kishim marrë gjitha ato vlerësime etj. etj. Dhe ka qenë një vit i suksesshëm edhe në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dhe prap unë flas me fakte, me shifra, jo me gjysmë të vërteta, as me opinione që mund të vinë mbrapa, por këto janë fakte. Atëherë, më në fund është skanuar përfundimisht në 100% dokumentacioni, rreth 54 milion faqe, është përmbyllur 80% digitalizimi i kartelave të pronësisë, sepse ambicia cila është që ashtu si vepron Albania për gjitha shërbimet e tjera, të vi dita që shqiptarët mos kenë më nevojë as të shkojnë, as ta shohin, as ta takojnë, as ta njohin kush është e kadastra, por me telefonin, me klikun të marrin informacionin për pronën. Por që të bëhet kjo, duhet që gjitha ajo leshelia e madhe të sistemohet. Kështu që 80% e kartelat e pronësisë është digitalizuar dhe mbyllet përfundimisht në 2026 në procesi me 4 milion kartela pasurie të digitalizuar. Ndërkohë, do të nisë dhe digitalizimi i hartave kadastrale në fillim të 2026. Kështu që në fund 2026 do të kemi një kadastër digjitale. Dhe do të kemi patjetër shërbime shumë më të shpejta, shumë më cilësore. Këtë vit është dyfishuar numri i shërbimeve të automatizuara. Dhe ajo që është akoma më e rëndësishme është që brenda qershorit 2026 do të jetë mbuluar përfundimisht territori me regjistrim fillestar. Një proces i llahtarshëm me 700.000 komplikacione etj. etj. Dhe kështu qytetarët do të kenë mundësi që më në fund të kenë qartësi dhe siguri mbi gjithë territorin e pronës. Kjo është puna jonë. Puna jonë nuk është të zihemi të nxere çdo ditë me gjysmë të vërteta, hidh një të vërtet e fut 10 pa vërteta, ule ngri njerëz, zhyt e nxirr njerëz, shaje bëj gjyqe, e ulerit e mblidhu poshtë pengjeres. Kjo nuk është Shqipëria jonë fare, s'ka lidhje me ne fare. Kjo është përgjigja ime. Mund të marrim një pyetje nga publiku? Po. Kryeministër, vlora herë përmbytet e herë mbetet pa ujë, ndërkohë në 2 vjet ka aprovuar 3 kryetarë bashkie. Si e mendoni këtë punë? Pyetja është nga Zydit Teqa. Profesori, nëse është ai se mbase se këtu s'merret vesh kush përdor emrat, po më në fund u zgjidh problemi në Vlorë, ishte një defekt shumë i rëndë, i ardhur si rezultat i një investimi të bërë në 2009-2010 me pajisje hidraulike jashtë standardave, të cilat mbajtën dhe plasën. Kjo është e vërteta bruto. Pa dashur të them që problematika ujësjellësit është punëtorëve atje edhe
qëndrimit ditë-natë mbi kokë të kryetarit të bashkisë, prefektes, edhe të drejtorit përgjithshëm që shkoi në Vlorë, edhe fal faktit që mundëm të marrim këto pajisje në Turqi, defekti u riparua. Po natyrisht që ujësjellësi në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë është një sektor që është në reformim e sipër dhe që do të kërkojë akoma investime, do të kërkojë akoma punë dhe durim, sepse është më, domethënë, e kemi gjetur në hyrpamja e situatës që kishte, më keq se sa vetë energjinë. Por me ndryshimet që kemi bërë, me sistemin e ri që kemi krijuar, besoj që do të shkojë duke u përmirësuar dhe besoj që brenda kësaj dekade problemet tërësore të mëdha do jenë mbyllur. Besoj. Kam besim. Po ecim edhe me një pyetje për aeroportet edhe pastaj. Ka disa pyetje në fakt për aeroportin e Vlorës. Todi Hodaj pyet kur hapet, është një tjetër qytetar që pyet kur fillon ndërtimi i aeroportit në Gjirokastër, edhe vjon me pyetjen që cilat janë planet për sezonin turistik 2026. Për sa i përket aeroportit të Vlorës, për fat keq, me keni ndjekur, ka pasur një konflikt brenda kompanisë mes aksionerëve, të cilët kanë arsye dhe dinamikat e tyre, por puna ka vazhduar dhe ne dëshirojmë shumë që të respektohet kontrata. Unë dëshiroja shumë që të respektoj fjala sipas cilës aeroporti do të hapej këtë vit. Fjala nuk u respektua. Tani të respektohet kontrata që është pranvera e vitit të ardhshëm. Aeroporti i Gjirokastrës është përgatitur procesi, edhe besoj shumë shpejt do të hapet gara. Po Ambrozia tani, jo,